Territori i Kosovës për datën 17 shtator 2025 do të karakterizohet nga mod kryesisht i kthjellët dhe i ngrohtë, i përshtatshëm për fillimin e sezonit vjeshtor. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 26 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 5 deri në 6. Lindja e diellit në Prishtinë më 17 shtator 2025 është në orën 6:10 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 17 shtator 2025 është në orën 6:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 15 deri në 25 gradë. Podujev, 14 deri në 24 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 24 gradë. Pej, 15 deri në 26 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 26 gradë. Gjakov, 15 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 25 gradë. Gjilan, 14 deri në 24 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 24 gradë. Kaçanik, 14 deri në 24 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 25 gradë. Prizren, 16 deri në 26 gradë Celsius.